OKB-ja është gati për të dërguar ndihma në Gaza. Drejtori ekzekutiv i zyrës së OKB-s për shërbimet e projekteve, Jorge Moreira da Silva, tha se 170.000 ton ndihma humanitare janë në dispozicion për shpërndarje në Gaza. Kombet e Bashkuara janë në gjendje të sigurojnë një furnizzim të menjëhershëm me ndihmë për Gazën, tha da Silva, duke shtuar se organi ndërkombëtar ka mjetet logjistike dhe humanitare në dispozicion për të ofruar ndihmë për popullsinë civile dhe enklavën bregdetare. OKB-ja është gati. Kjo është koha për të vepruar dhe OKB-ja është gati të veprojë, shtoi ai. Zyrtari portugez njoftoi se OKB-ja ka 170.000 ton ushqime, ilaçe dhe ndihma të tjera gati për të hyrë në Gaza. Në 30 ditët e para të një armpushimi, ne mund të dërgojmë 100 kamion me ushqime çdo ditë. Mund të dërgojmë siç bëm në armpushimin e fundit 1 milion litra karburant. Mund të vëmë në funksion 6 spitale dhe po ashtu mund të rrisim aksesin në ujë dhe kanalizime nga 20 në 80%, shtoi ai. Megjithatë, zyrtari i OKB-s pranon se mungon vetëm një element për të marrë veprime. Ai thotë se ne kemi nevojë vetëm për kushtet politike.